Prespa është kthyer në një nga atraksionet më të reja dhe më tërheqëse të turizmit alternativ në Shqipëri. Aktiviteti Kajak Fest, i cili këtë vit është zhvilluar në Zaroshk të Pustecit, sjell në vëmendje një kombinim unik të sportit, natyrës dhe kulturës, duke ofruar për pjesëmarrësit jo vetëm aventurë, por edhe kontakt me historinë dhe bukuritë e rralla të Juglindjes. Me 12 kajak në dispozicion dhe një itinerar prej 2.5 deri në 5 kilometra nga plazhi deri në ishun e Maligradit, Kajak Fest është konceptuar si një udhëtim eksplorues në ujërat e qeta të Prespës. Aktiviteti ka tërhequr 10 pjesëmarrës që kanë përjetuar emocionin e sportit në natyrë dhe bukurinë e një destinacioni ende të pazbuluar nga shumica e turistëve vendas. Por organizatori zgjedhja e Zaroshkës nuk ka qenë rastësore. Sipas Elton Dheftos, zona ofron një terren ideal që bashkon malin, liçenin dhe trashëgimin kulturore. Aktivitetin Zaroshkës zgjodhëm për terrenin, domethënë, që është i kombinuar mali, liçeni, vendi këtu ku jemi, edhe pjesa e gjërave antike, kishat eremite, ishulli. Ne na intereson kjo pjesa e kombinuar, domethënë e kajakut me kulturën, me gjërat e vjetra. Dhe vendi këtu është perfekt për të kryer këto, domethënë kampingun dhe kajakin. Pjesa më e madhe është e turistëve tuaj faktikisht. Megjithatë është edhe shqiptarët goxha interes, kanë shprehur domosdoshmë goxha interes, edhe kanë filluar vinë dhe po pyesin shumë. Nuk është diçka e re, po në liçen është pak më ndryshe, domethënë. Në liçen e kombinuar me këto që tham përpara është pak më ndryshe. Autoritetet vendore po e konsiderojnë këtë aktivitet si një shtesë të rëndësishme në ofertën turistike të Prespës. Kryetari i Bashkisë së Pustecit, Pali Kolevski, vlerëson që përmes aktiviteteve si Kajak Fest, rajoni po fiton identitetin e një destinacioni të qëndrueshëm turistik. Ky është një investim i cili do futet në ofertën turistike për turistët. Është një destinacion tjetër ku njerëzit mund të vinë të shohin, të bëjnë plazh, mund të parkojnë mjetet e tyre ku do ka ujë, është siguruar dhe sistemi kanalizimeve këtu, edhe energji elektrike. Patjetër, është duke u punuar, gati nga përfundimi, edhe shumë pak ka ngelur për të përfunduar këtë si investim. Gjithsesi, mund të them që është një plus për destinacionet e bashkisë tonë. Patjetër, oferta kryesore ngelet në kulinaria, që gatimet tradicionale të zonës, janë gjitha destinacionet e tjera, kishat bizantine, ishulli i Maligradit, Muzeumi Misterios Pasës, këto edhe gjithë të tjera, domethënë natyra patjetër që është një nga ofertat kryesore, le të themi, që e ka bërë Zoti të bukur Prespën, edhe në liçeni i Prespës. Shohim që ka një trendi në rritje edhe një vazhdimsi. Besoj se edhe kuriku edhe gushti, se edhe klima këtu, kuptohet që nuk është as shumë nxehtë, por është tamam një mikroklim që njerëzit e preferojnë që të bëjnë një vizitë në Prespë. Vetë pjesëmarrësit thonë se kjo është më shumë se një sfidë sportive, është një eksperiencë plot sociale dhe kulturore. Ata ndajnë bresa të ngrohta nga ky aktivitet që tashmë po kthehet në traditë. Është një turizëm i cili vjen si risi për të gjithë rajonin juglindor, po dhe për të gjithë Shqipërinë, do të thoja. Pasi është një motiv për të ecur ndryshe drejt Korçës dhe drejt rrethinave të saj. Ajo që e bën të veçantë është shëtitja me kajak, të cilën organizatorët po mundohen, megjithse era po shkon kundra saj, ata po mundohen ta organizojnë dhe ne po presim që të qetësohet moti dhe ta shijojmë edhe ne këtë mundësi, e cila vjen, le të themi, për herë të parë në rajonin tonë, në rajonin e Korçës. Ne jemi nga Korça dhe nga eksperienca e mirë që patëm vjet me Kajak Fest, vendosëm të vim edhe këtë vit. Për shkak të motit nuk kemi pasur mundësi të provojmë shumë, po dje ka pasur një atmosferë shumë të këndshme se njerëzit u mlodhen, ndezën zjarin, kishim gatime të freskëta, zgare, komunikime njëri tjetrin dhe po prisim me vazhdim tani edhe turin me kajak.
Turizmi qëndrueshëm në natyrë po shihet gjithmonë dhe më shumë si një mundësi për të zhvilluar zonat më pak të eksploruara të vendit. Kayak Fest është një model i zhvillimit që jo vetëm nuk cënon mjedisin, por e vë atë në funksion të përvojës turistike. Prespa me liçenin e saj magjepsës dhe historinë që ruan në çdo cep, po shndërrohet në një destinacion të gjithanshëm turistik. Aktivitetet si Kayak Fest sjellin një qasje të re për turizmin, jo vetëm pushim, por edhe përjetime që lidhin njerëzit me natyrën dhe njëri tjetrin.